Përshëndetje, jeta jonë sundohet nga shumë frikëra. Ato janë të shumëllojshme, në stade të caktuara në jetës dhe për arsye të caktuara. Sigurisht, askujt nuk i pëlqen të quhet frikacak, por ne e dim që jemi paksa frikacak në gjëra të caktuara. Gjithsekujt i pëlqen të quhet trim, por ne e dim që nuk jemi dhe aq trima në një farë mënyrë në kuptimin heroik të fjalës. Pra, i kemi frikrat tona. Frikrat përballë besimit. Pikërisht për këtë temë do diskutojmë në këtë nektar të radhës. Unë kam të ftuar profesorin e njohur, doktor psikolog Jashar Demiri, autori shumë librave mbi psikologji, hoxhën e nderuar Enis Rama. Nuk e di nëse ishte i saktë në hyrjen time, njeriu sundohet nga frikra të ndryshme. A mund të thoni ju lutem se kush janë ato frikra bazë? A janë frikra që mund quhen ekzistenciale në jetën e njeriu, që mund të bëhen pengesë e tij në një shëndet psikologjik të fortë dëshirueshëm për çdo kënd? Për shembull, ne e dimë që thuhet ka njerëz të rrahin gjoksin, për shembull, unë s'kam frikë për asgjë. Pra e shprehin tek frika, tek mungesa e frikës, atë pushtetin e vet, atë qenurit paksa lart. Ju ishit shumë i saktë në paraqitjen që bët, në prezentimin e emisionit, edhe në ato që thatë, dhe unë dua të them që frikrat nuk kanë të bëjnë me qenit frikacak, por frikrat janë krijuar nga krijuesi, sepse ato mbrojnë, ato paralajmërojnë. Pa frikra ne nuk do të vepronim, pa frikrat ne nuk do të merrnim masa. Problemi është se vetëm frika nga Zoti është obsesioni më i bukur për njeriu. Kurse frikrat e tjera pastaj, me masë edhe me arsye, janë gjithmonë të arsyeshme dhe të nevojshme. Por problemi për cilën jemi këtu është se shumë frikra janë të tepruara, janë jo në masën e duhur, jo të arsyeshme, janë të paarsyeshme, dhe në vend që ta ndihmojnë njeriu i krijojnë atij shumë probleme. Për shembull, unë po ju them që një pjesë e madhe e klientëve që vinë nga Shqipëria tek unë në Tiranë, edhe nga Kosova, edhe nga Malizia, edhe nga vise të tjera, realisht nuk janë të sëmurë, por ndihen të sëmurë, kanë bërë të gjitha analizat, vizitat dhe të gjitha ju dalin të shkëlqyera, dhe çuditërisht ata janë të sëmurë. Pse? Sepse ata janë të trembur, ata janë të friksuar nga sëmundjet. Pra, le të themi këtu që një ndër frikrat më të shpeshta është frika nga sëmundjet. Edhe kjo ndodh kur njeriu vërtet është i trembur nga sëmundjet, dhe shkak për këtë, po themi, është bërë shejtani, i cili pra i ka krijuar dyshim atij. Kjo mund të ndodh fare thjesht nga reagimet të trupit normale, për shembull që therje, mpirje, rrahje të shpejta të zemrës, mosmbushje me frymë, etj, të cilat organizmi pra i ka të zakonshme këto. Ashtu siç do të ndodhte nëse do të ishim në polin e veriut, dhe temperatura minus 60 e ca gradë, trupi jon 36 gradë e gjys, sa herë matim temperaturën një lloj, 100 gradë ndryshimi, por këtë ndryshim ose më saktë, jetën atje na e ruan nga ngrirja, reagimi i organizmit, dridhjet. Gjithë organizmi është në alarm, në veprim, lëkura vishet me nxehtë, stomaku na djeg se do ushqim, domethënë ky reagim bën që të mos ngrim. Mirë, po këtu njeriu nuk trembet se thotë e kam nga të ftoftit. Kurse nga të gjitha rastet e tjera, si rezultat i vërshimit të adrenalinës dhe noradrenalinës në trupin e njeriu trembet. Duke i ndodhur disa herë kjo gjë, ai tani këto reagime fizike të zakonshme dhe normale i shoqëron me pyetje të shumta. Edhe duke mos ditë shpjegimin, truri shpik shpikje. Dhe shpikjet janë që më duket se po mpushon zemra, më duket sigur po mbytem, më duket sigur po humb lidhjet me realitetin dhe po çmendem, më duket sigur po vdes, më duket sigur do bëj ndonjë hata, do sulmoj, më duket sikur po mbjet fiket etj. Tani, njeriu në këto raste, duke mos ditur shpjegimin e saktë, trembet. Duke u trembur, alarmi është më i madh, adrenalina vërshon më shumë, noradrenalina. Adrenalina në fakt është hormoni i
vënjes në lëvizje për të përballuar një rrezik. Po kur flasim për një rrezik real, noradrenalina është hormoni i zemërimit i inatit. Këto neve na duhen, se pa këto ne s'do përballonim një rrezik, për shembull një sulm ose një. Mirë, po në këtë raste, ato prodhohen si rezultati i një mendimi të keq, të frikshëm. Dhe njeriu futet në rreth vicioz. Dhe mu me vinë njerëz të cilët kanë përballuar luftën në Kosovë dhe nuk janë trembur edhe kanë qenë edhe janë vërtet trima, kur vje puna, këtu janë të trembur, ndihen të semur dhe besojnë lloj-lloj çuditërash deri dhe të magjit. Madje një besimtar shumë i mirë i thash, je besimtar? Jam. Po pse je kaq shumë i trembur nga magjit? Sepse pa e lejuar Zoti ma tha se edhe një gjete nuk bie nga pema dhe asnjë magji nuk mund të ngjit. Edhe, mirë po njeriu kur është i trembur, edhe me fe thuhet që njeriu e humbet arsyen. Dhe diku në një libër kam lexuar si është e mundur që tek njerëzit më të mençur, më të zgjuar, edhe shejtani vepron më shumë. Por shejtani di një sekret, se njeriu i mençur dhe i arsyeshëm, kur është i trembur, i shqetësuar, e humbet arsyen dhe nuk e gje atë që i duhet.